Ishte një vendim I ardhur nga zemra, spontanisht, pohoi Donald Trump pasi shpalli një moratorium 90 ditor për tarifat ndaj 75 vendeve. Pas njoftimit I cili erdhi papritur në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Trump pranoi se e kishte menduar gjatë, duke ushtuar gazetarëve në zyrën ovale të mërkurën se vendimi përfundimtar I marrë shumë herët u mor nga zemra. Megjithatë, thashë themet e dala nga administrata amerikane flasin për 18 orë të trazuara, të shoqëruara nga kolapsi I tregjeve financiare dhe më pas një rikthimi I papritur. Midis mbrëmjes të së martës dhe të mërkurës pasdite, presidenti amerikan dhe këshilltarët e tij tregtar folën me kongresmen të shumtë republikan dhe lider të huaj, të cilët të gjithë shprehën shqetësimin e tyre për ecurinë e tregjeve dhe makthin e një recesioni global, duke I kërkuar atij të bënte diçka. Pika e kthesës do të kishte ardhur të martën, pas orës 21:00, gjatë programit televiziv të Sean Hannity në Fox News. Prezantuesi I cili dëgohet gjërësisht nga Trump kishte ftuar disa senatorë republikanë, të cilët kanë shprehur shqetësimet e tyre për tarifat dhe e ftoi presidentin të negociojë me vendet që duan të ulen në tavolinë. Në studio ishin lideri I shumicës, John Thune nga Dakota e Jugut, Lindsey Graham dhe Tim Scott nga Carolina e Jugut, John Neely Kenneth I Louisiana, Cotton nga Arkansas, Ted Cruz nga Texasi dhe Mark Wayne Mullin nga Oklahoma. Senatori Graham u kishte kërkuar kolegëve se Trump do të shikonte programin dhe gjatë pushimit të fundit reklamues, senatori Kennedy I kërkoi Hannity 15 sekonda për t'u drejtuar drejt për drejt presidentit. Pothuajse të gjithë shprehën shqetësimin për tarifat, duke I bërë thirrje presidentit të gjente një mënyrë alternative. Pasi mbaroi transmetimi drejt për drejt, disa nga senatorët e pranishëm folën në telefon me Trump, I cili po ndiqte trendin e pasigurt të tregut të bonove. Unë do t'ju lë në dorë të vendosni se çfarë është e mjaftueshme dhe çfarë nuk është e mjaftueshme, ju drejtua Dean Graham, I cili shtoi, por unë mendoj se ju e shihni se njerëzit duhet të marrin disa rezultate. Senatori Cruz, në vend të kësaj I tha se administrata tani përballet me dy opsione: të përdor tarifat si levë për të bindur vendet e tjera të ulin të tyren, ose të ruajë ato të shpallura dhe të shtyjë vendet e tjera të miratojnë ato reciproke. Kjo e fundit, I thash presidentit, do të ishte një rezultat I tmerrshëm dhe I rrezikshëm për vendin dhe Teksasin, tha Cruz për The Washington Post. Unë gjithashtu e inkurajova atë të negocionte shpejt, një ose më shumë marrëveshje tregtare, thot Hannity. Presidenti më pas do të kishte shkuar në shtrat me këto fjalë në kokë. Të mërkurën në mëngjes Trump u takua me senatorin Thune në shtëpinë e bardhë shumë herët dhe foli me presidenten zvicerane Karin Keller-Schuter, vendi I të cilës kishte parë që tarifat për orët Rolex dhe çokoladën të rriteshin në 31% brenda natës. Telefonata zgjati 25 minuta dhe presidentja Keller-Schuter I kërkoi atij të lëshonte masat që do të dëmtonin ekonominë e Konfederatës, duke vënë në dukje rolin që luajnë kompanitë zvicerane në krijimin e vendeve të punës në Amerikë dhe duke kujtuar se vendi I saj vitin e kaluar hoqi tarifat për importet industriale amerikane. Në orën 8 të mëngjesit presidenti u kthye në Fox News, duke dëgjuar intervistën e Maria Bartiromo me CEO-n e JP Morgan Chase, Jamie Dimon, I cili kishte kritikuar politikën tregtare të Trump për ditë të tëra dhe përsëriti probabilitetin e lartë të një recesioni të afërt. Unë kam një kënd vështrim të qetë, por mendoj se gjërat mund të përkeqësohen nëse nuk bëjmë përparim, thot Dimon në televizion. Në atë pikë, Trump filloi të mendonte për ndryshimin e kursit të tij. Ai mori një vendim drastik, vëzhgoi me kujdes reagimet që shkaktoi, I la këshilltarët dhe aleatët në dyshim dhe më në fund u mbështet në instinktet e tij për të ndryshuar drejtim. Përmblodhi Wall Street Journal, duke e quajtur atë sjellje tipike presidenciale. Përshtati pamfletin nga Corriere della Sera.